Ndrum, a mund është me na tregu pak për domët e mbrëmshme që janë bërë këtu në fshat? Po, so ju kanë dëmtu, so keni hapësirë, këtu që kanë bërë doma dhe pjesë bostanit. Unë kam rreth 7 hektarë mund, spec, bostan, domate, mesirë. Domi është 100%. Nuk mund me thonë që ka pështu bile asë 1%. Nuk mund është. Që peshinje dhe vetë. Po shihet edhe speci është total i fatu. Bostoni është total. Që doke që është që komplet. Është i ka dëmtu edhe të ka dëmtu edhe të arroj. Ljoz nuk po mu rektem. Është i shpum, këj mena 24 orë fillon unë u prish, mu kalë, nuk i as ku e qënë. Sipas ministrive dhe komunave, ka ndodhur ndihma, janë kanë faleminderit edhe për kryetarit të komunës, edhe për ministrin e Bujqësisë, janë dalë në teren, e kanë bërë verifikimin, tash pritet më dalë edhe komisioni për vlerësim dhomëll. A ju kanë premtuar se do të mbështetin pas për mbështetje, ka premtime që ka më bërë edhe sigurimi i produkteve, po tash të shohim. Na shpresojmë që mos më ndodhë nuk ndodhë më fatkeqësi, edhe pse është prej që nuk mujna na mu përzin në aspektin e kësajna që ka ndodhë. Po shihet edhe domët, po shihet që nuk mundën me mbullu. Por më kanë është e ronë si familje, se keni dhonë mundin e keni dhonë çdo san, që më arrit deri këtu. Do mund 6 muaj punë efektive që e kemi prit më arritje të që kjo. Do mund vakti i shitjes, i vjeljes saj e ka shkatru. Është dëmë që nuk mundën me kompenzu pe anës bujkët. Është dëmë te prema. Se normal kjo ka dash një investim ko gjatë mirë me sistem, me nylon, me farë, me rasad, me plena, me tanat. Do momentu duhet me investu, do mund na që 6 muaj jemi me mjete financiare të investu për më orë të kjo ditë. Ndrum, të falenderoj shumë, ta shpresojmë që mos më ndodhë më kjo fatkeqësi. Kjo ndurë të zotit, po na po presim ministria ta çka po intervenon. Faleminderit shumë. Është lokalizuar në kultura vjetore, po të vëzë vitin bashkëtim. Për këtë arsye është gjë emergjente, unë do ta themeloj një shtab emergjent kuadër të ministrisë, gjithë ekspertët e Institutit Bujqësor Agjësia Zhvillimit të Bujqësisë, gjitha departamentet të punojnë që më gjini stokut në këtë kohë dhe jemi dakordu me kryetarin me punu ngushtë si ekip që ta kalojmë këtë sfidë. Është e rrallë kjo për stokun, thuhet që nga vitet e 70-ta nuk ka ndodhur, por është e rëndësishme që të ndodhë për ta. Ka nevojë sigurimi, kultura bujqësore. Si projekt, mbasi do të afilitojmë në istok, po nga viti tjetër do anonsojmë si skemë kontare. Shumë është të rëndësishme që po s'kemi situata si këto, punohet gjatë gjithë vitit edhe për gjysore, e gjithë mundi shka përshtypje. E vetëmja zgjidhja më e adekuate është ajo çfarë ne kemi në program dhe kemi fut këtë vetë kuadër të masave të granteve që ka ministria, është pilotimi skemës kombëtare për sigurinë bujqësore. Dhe e dyta, shumë është rëndësishme të mendohet edhe pak për skemat ose sistemet e paralajmërimit të hershëm në bujqësi, bisedu me kryetarin, pasi edhe fermerët duhet ta kenë informacionin me kohë. Si dhe motit mos jeti papritur për ta dhe njëna duhet me ndërtu kapacitetin. Detyrimisht do t'i ndërtojmë ato, edhe qasja jonë në bujqësi, base duhet mendohet për sfidat që po i kalojnë. Ndryshimet klimatike duhet të mësohemi që përshtatemi me to, edhe është rëndësishme që mirëmbahet prodhimi, po të njëjtën kohë të navigojmë situata të vështira si këto. Ne jemi kuptojmë i kuptojmë vështirësitë që po i kalojnë fermerët, por jemi këtu për ta dhënë këtë asistencën që ka Ministria e Bujqësisë, asistencën e mundshme. Faleminderit shumë.